A do ekzistojnë me profesor deri në 2050-ën? Tani, Zoti e tha me gojë se Shqipëria do të rrojë. Një gjë është e sigurt, historia jonë është e falsifikuar, por unë që jam përballë jush, jam lindur e rritur me pleq të vjetër, me njerëz që s'kishin as i klas shkollë, po të numëronin 14 mbretër i lirë njeri pas tjetrit. Historia e Shqipërisë është këtu, por falsifikimi është bërë me dashje, se shqiptarët kanë kujtesë aq shkurtër sa harrojnë martirin e arkivave të botës shqiptare që është Pjetër Budi, një prift që desh me organizua kryengritjen kundër pranërisë osmane, madje mlodhi dhe listat me 40.000 luftëtar gati dhe priste vetëm armet dhe me një betejë. Organizoi, po. Dhe pas ti edhe këtë betejë vazhdoi Pjetër Bogdani, por Pjetër Budi mos harroni, gërmoni lexoni, është myt në ujrat e lumit drin me 3 varka me dokumenta. Dhe të gjithë dokumentat shkresore, kadastrat, emrat, biemrat, origjinat, të gjitha i mlodhi me veti për t'i nisë drejt Vatikanit, sepse e kuptoj që këtu e gjithë sipërfaqja filloi me mbulue me kisha dhe me xhami, me objekte kulti, me mënyrë sjellje jetese që nuk ishte tradicionale dhe nuk ishte pjesë e sjelljes europiane. E megjithatë, ai u mbyt, por përsëri 1703 u rikthye liturgjia e tjerë. Por një gjë është e vërtetë. Shqipëria s'ka për të vdekur kurrë, sepse Gadishulli Ilirik 1000 herë po janë rrove emrin e Dardanis, se Dardania është një 12 të Shqipërisë, edhe ta dim prapë shqiptarët e din shumë mirë se shumë pak Dardan ka në Kosovë, sepse edhe mbi Dardanin u bë genocid pas humbjes së 2 betejave të Kosovës, se mas 50 vjeç u bë beteja e dytë që ka pas masakra aq shumë sa thoshin ujrat e Sitnicës dalin nga shtrati sepse lumejt e gjakut përmysnin fushën. Dhe unë jam shpres plot, Shqipëria do të ekzistojë, kjo vatër ku jemi, e sidomos kjo festë e shajtë 28 nëntorit, ne bashkon kudo që jemi në Shqipëri në botë. Unë jam shumë i vetëdijshëm që ndërgjegja ilirike e popullsisë Ballkanit do të prevalojë një ditë dhe gjithkush do kërkojë origjinën e vet, sepse unë di edhe një të vërtetë tjetër, e kemi nga pleqtë tonë, nuk e kemi nga akademikë e korrupsionit e të falsifikatorëve, por di që edhe Stefan Bova është veni edhe sot quhet Vovë, e përballë livallit Vovës është një nga qytetet më të hershme të Evropës, që quhet Koman. Komani nuk është ai ku është sot hidrocentrali. Shqiptarët që më dëgjojnë duhet ta kuptojnë që aty është quhet Delmacia dhe sipër kodër është kalaja e Delmacës, ama Komani vërtet është aty ku bie 3 metra borra të rrotull, e aty ku ka qenë qyteti shkrin borra mbrana 5-6 orëve. Duhet me kuptuar mirë që ne Shqipëria edhe Beogradi ka qenë popullsi dhe fisë shqiptare, le ma nisje këtë Shqipëria tropicë që është slavizuar shumë vonë. Prandaj unë them që shqiptarët do të bëhen të vetëdijshëm, sepse edhe Skënderbeu vëllezër nuk e kanë mund ushtrit osmane. Skënderbeu e kanë mundur 2 pashallar shqiptar dhe manipulimi popullsisë dhe tradhtia që i futi me pare, me toka pranoria osmane. Problemi është se me të kemë se kjo shterë në Ballkan. Jo, mundën Berat, duhet. Këta Berat. Pra, me të kemë se këto shterë tani kanë ikur dhe jemi në një realitet tjetër historik, është koha që këto festa me në bashkue gjuha dhe origjina jone përbashkë, me në bashkue dhe unë besoj që do bashkohemi prap, e do jemi kombë, e do jemi shtet, dhe si gjitha shtetë tjera të Europës, se ka i problem. E keqja me madhe Europës ka qenë triumfi me 28 qershor 1389 kush Kosovë. Europa nuk është godit nga Shqipëria, por nga një goditje jashtme që e mbyti me gjak jo edhe Shqipërinë, por edhe Europën asë kohë. Sikur se 1385, pak 4 vjetë para fushë Kosovës, e kishin la me gjak Savrën e Lushnjës,
kur 5.000 ushtar të Osmanit kishin ardhur dhe masakruan e vranë Gjergj Balshën dhe 1.000 djem të ardhur nga Shkodra, Balshajt janë sipër Shkodrës, afër Zetës. Fisi Balshajve. Se duhet kuptojmë edhe tjetrën. I kishin thritur topia, i kishin paguar turqit, i kishin thritur po prapne. Sepse thot Lucia Nadin, ai thot për shembull amaneti ose testamenti i Aleksandrit Maqedonisë. Ne jemi në ato toka ku janë të shkruara dhe qysh në atë kohë. Dhe duhet kuptojmë që edhe Skënderbeu ka ditë pranoj edhe në kuvendin e Lirës në mars të vitit 1424 kishte Cernojevic, fis shqiptar, tani janë slavizuar, po janë shqiptar 24 karat, kishte gjithë tjerë, domethënë një pemese, dhe është e vërtet që Skënderbeu ja dha motrën jellën duket familjes mbretërore të Serbisë, sikurse është e vërtet që familja e Serbisë, Sultan Mehmeti ishte nipi i mbretit Serbisë, sepse kishte dhënë motrën e vetë mbretit të Serbisë e quhen për martesë kanonike, kanë quajtur vetëm në kuajt e tyre. Por problemi është se ne brenda për brenda njerëzit për prona, për pare, për poste shtetërore, për me hangre, për me masakrue popullsinë e shtetet e 3 kontinenteve u bën si të qartun e herën e parë shkatruan kombin shqiptar. Por kombi shqiptar do të ngjallet. Unë kam besim se kombi jonë ka kaluar provën dhe do të ringjallet dhe do të ringrihet si gjitha kombet e tjera të Europës. Mos harrojmë një shprehje që ka përdorur bukur Ismail Kadareja, thotë, në mesjet 2 kombe kanë qenë me popullsi më të madhe në Europë. Këta kanë qenë gjermanët dhe shqiptarët. Ne jemi sot 2 milion këtu në Shqipëri, gjermanët janë mbi 80 milion. Çfarë ndodhi? E gjitha ka qenë pasojat e pushtimit osman dhe lufta ajo myndzyrë që bën shqiptarët ndaj kombit tyre, ndaj rrafës tyre. Nuk na kanë vrarë ushtarët aziatik, nuk na kanë sunuar pashallarët aziatik, të gjitha i kemi nga produkti jon i cili u bën shumë më të egër se sa pushtues. E ka thënë bukur